Partia Demokratike denoncon shpërdorimin e fondeve publike nga Bashkia e Tiranës përmes tenderave të dyshimshëm dhe me mungesë konkurrence që rëndojnë buxhetin e qytetarëve dhe nuk reflektojnë prioritetet e vërteta të komunitetit. Sipas Open Procurement, në total 17 milion euro janë shpenzuar nga Bashkia e Tiranës për blerje pajisje dhe orendi mobilimi përmes 63 tenderave, për cilën u shpallën fitues 16 operator ekonomik, pra mesatarisht 4 tendera për secilin operator. Ky përqendrim alarmues nuk është as pak rastësor, por pasojë e kritereve kualifikuese të hartuara me qëllim favorizimin e disa subjekteve të caktuara në shkelje të konkurrencës së ndershme. Ky model është tashmë i dukshëm edhe në drejtimin e kryetares së komanduar të Bashkisë Tiranës, zonjës Anuela Ristani. Në datën 23 qershor ishte parashikuar zhvillimi i procedure prokurimi me objekt blerje pajisje dhe orendi për nevojat e institucioneve të Bashkisë Tiranë, me fond limit 310.000 euro. Kjo procedurë përmban kriteret të pajustifikuar dhe jo proporcionale, me objektin dhe natyrën e kontratës, duke cënuar lishmërinë dhe parimet e barazisë trajtimit të operatorëve në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik, nenin 2, nenin 3, nenin 21 dhe nenin 77, vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullat e prokurimit publik, nenin 40, nenin 41 dhe nenin 78. Në një kohë kur qytetarët e Tiranës presin ende përfundimin e procesit të rindërtimit, pagesën e bonuseve të qiras dhe mbështetje për familje të nevojë, është e papranueshme që përparësi të jepen tenderave për mobilime luksoze.